soar so high beneath the moonlight. The soft touch your hand in mine gets me every time. Si gjithmonë ditë e shtunë sot bëm pazarin. Sot ishim vërtet në një pazar të madh. Kemi marrë patate të ëmbël, karrota, avokado, brokoli. Hurmat ishin buta. Në fakt më tha si kam qef buta, po më tha janë shumë të mira. Okej. Kështu të Brukselit, kështu lakra Brukseli, pak bishtaja, këto raspberry për hemen, qep, disa lloje ndryshme specash, kërpudha, rrush, banane, kos, ishte një gruqës, ishte kos dhe bërmet, e mora edhe prap 2 karrota. Ky ishte pazari dhe lulet, moram dhe këto lulet, që mi mori Geri, super të bukura kështu me ngjyra testinës, të vjeshtës edhe pak na erdhi dimri, por që këto janë lulet, edhe na kushtuan diku te 40 sa euro. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim, në një tjetër video. Po më shikon Ohema. Jemi kthyer dje nga Gjermania dhe sot nuk ishim asgjë në shtëpi, kështu që gjëja e parë që donim të bënim ishte një pazar, që në mënyrë që nesër t'i futem rutinës të gatuaj për javën. Sot është 1 nëntor dhe gjithçka është e mbyllur këtu në fakt, dhe nuk e dinim, përveç pazareve dhe gjërave të vogla, mama. Edhe po, kështu që Geri ka shku në futboll, Ohema zgju nga gjumi, unë u mora me një reels që postova në Instagram, reelsin që ishim tek pazari, kështu që në qoftë se nuk më ndiqni në Instagram, ju ftoj të më ndiqni sepse aty po postoj vlogs më shumë se këtu, duke qenë se marrin më pak kohë për t'i edituar, janë vlogs 1 minutë e pak. Kështu që më ndiqni në Instagram nëse dëshironi, edhe këtu është më ndryshe sepse këtu më shumë kam kohë të shprehem edhe të flas, por që po. Tani më duhet të laj fruta perimet dhe po shikoj ndërkohë që pëloz Ohemi. Edhe drekën t'ja bëj Ohemës, në fakt shkum edhe për të blej kocka sot, tek, si thuhet, te kasapi, por që ishte mbyllur, i thash sot gjithçka është mbyllur edhe nuk pata mundësinë. Me siguri ndoshta ditën e hënës së të martën, se jem pak më të lirë. Ja dhe Ohema, po lumtur me lodra, na ka shpëtu ky thesi i madh me lodra. I merr nxjerr, tani ngrihet tek divani, ju kam thënë, por që është mësu dhe nuk rëzohet. Ha, mami? Scrolling on my phone, mind gets caught, lying to myself. I'm greener grass in another life. Shikoni pak që kam bërë, kam gjithë këto kohë që jam në kuzhinë. Avash i kam bërë, sepse nuk isha me ngut, por kam bërë këtu speca me ngjyra, qep dhe karrota, e njëjta gjë edhe këtu, se këtu e futam fryr brenzolla t'ja tregoj. Këtu kam brokoli, këtu kam bërë 2 ushqime për Ohemën, sepse ato që e gatova sot e hëngër, dhe ngellën 2 nga 100 sa gram, 115 le të themi, kanë secila. Kam kungull, patate të ëmbël, patate normale, thjerza, vajulliri dhe këto më duket kanë nxjerrura. Këtu kam futur kërpudha, ndërsa këtu kam futur porcione të vogla brokoli që t'i gatuaj Ohemës, se do bëj edhe disa porcione të vogla me kungull, porcionet e vogla dhe me patatën e ëmbël se kam këtu. Ndërsa tani do bëj edhe një supë me bishtajat, pas kam marrë një kërpudhë këtu, këto të Brukselit, edhe të kungullin që kam këtu, karrotë e patate. Gjitha në mikser dhe del supë super e shqiptare.
Shikoni pak të firmën, Gjimber, ndoshta e njihni, më ka dërgu këtë PR-in. Shumë interesant, kjo është një lëng që t'jep energji pak, por që s'ka alkohol, dhe është low in sugar. Por shikoni pak se i bukur është packaging-u, ka me këtë kutin, kështu. When you are in need to spice up your autumn days. Dhe ka ardhur kështu me gjithë këtë filxhanin. Gjithmonë filxhanat unë i kam shumë qef. Dhe më thanë që ti përvoja dhe t'ju jepja në një mendim mbi këtë. Shikoni pak. Dhe edhe të ta provojmë. Më kanë dërguar edhe këtë letrën. Sa interesant. Edhe këtu tregon se si ta përgatisim Gjimber Tea, sepse kështu quhet firma. Jam shumë kurioze ta provoj. Normalisht kjo është shumë e përqendrume dhe duhet tundur. Normalisht duhet tundur, por Geri po e pin kështu. Pëlqen? It's good. Me vërtet është shumë e mirë. I love ginger, so. Geri pëlqen shumë it's ginger. Couldn't fly, couldn't stay. Should I leave all the doors still open? I was sure that you still my name. Përshëndetje! Sot kemi ardhur tek ky parku, që kam qenë vjet për ju që më ndiqni që nga vjet. Kam qenë me shoqen time Morgan. Quhet Pumpkin Mania. Për ju që jetoni këtu, do ja sugjeroj për vitin tjetër, sepse sot është dita e fundit e kësaj, ka qenë nga shtatori deri më sot, që është 2 nëntor data. Edhe ta ngeli merak, në fakt që s'kisha ardhur, se thash okay, vjet thosha, kur isha shtatzan që isha këtu, thosha do vi patjetër këtu me Ohejmën që ta shikojmë edhe do të kem bebin tim që ta marr me vete. Se ndërkohë kisha në bark vjet. Kështu që më ngeli merak e tham okay, hajde shkojmë edhe është dita e fundit sot. Ka më shumë njerëz se vjet për shembull, sepse normalisht dita e fundit dhe i kanë sjell fëmijët këtu. Edhe gjithashtu besoj se ka shumë njerëz, gjë që nuk e dija unë, se të gjitha pumpkin, kungujt që janë këtu, mund t'i marrim falas, ndërkohë që më përpara ka qenë me pagesë. Do të thënë, tek dalja është një vend ku shesin kungujt të ndryshëm, edhe është me pagesë. Kështu që unë në fakt kishim bën plan që të blenim kunguj, se bëjmë supën dhe na pëlqen shumë. Por sot do ta marrim falas. Unë në fakt nuk është se kisha kuriozitet vjet, duke qenë se kam qenë vjet, po thash okay, për Ohejmën do vim. Bëm një 2-3 foto të bukura, edhe po ecim, po eksplorojmë, po shohim, kalojmë një pasdite, kalojmë një të diel super këtu te parku dhe s'po na bie shi sepse kur nisëm binte shi. Gjithsesi, fakt vendi është goxha balt edhe karroca është super balt, kështu që s'di se ta fusim makinë. Kucet tona janë super balt, por që po kënaqemi. I've been away for a while. No one can change time. How could I gotta know where you're at. The mirrors don't talk back. Përshëndetje, ja kështu sikur jam me pijame, me rroba shtëpie. Tani pijame i thanshin se unë rri ditën me këto, nuk flej natën me këto, por rri në shtëpi me këto. Kështu që ti quajmë rroba shtëpie. Kam tani po ikën dielli dhe thash para se t'ik dielli do bëj do t'ju tregoj se kam 2 paku që më kanë ardhur, edhe t'i ndaj këtu me juve, një që është super bukur, është një palto që e kam kërku, dhe më në fund ja pa shoqës time, thash ku e ke blej? Më tha në Zalando, por më duket ishte Bershkës, dhe thash okay, ta përësis, dhe e mora, më erdhi. Në fakt para ta përësitur kisha përësitur një tjetër, më erdhi me defekt, e ktheva dhe mora një tjetër. Kështu që para se të bëhet errësirë, të bëjmë një unboxing. Këtu kam të kartonin që e kam nga Amazon, kam përësitur një 2 gjëra, dhe tha një gjë për vete, kam marrë këtë shampon, shikoni pak, kam marrë këtë shampon, sepse para 2 javësh mora, apo 3 javësh, më duket, mora mini size dhe
më pëlqeu. Akoma nuk kam ra me një shampo që të them, oh wow, është super blieni, më pëlqen shumë bla bla. Jo, është okay. Tani unë më ka dalë shumë flok këtu. Shikoni pak se shumë flok, sepse nëse ju kujtohet këtu kam pas një vrim. Edhe këtu po dalin flok, shikoni pak flok të reja. Nëse jeni në fillimet e rënjës flokut, unë nuk kam bërë asgjë, thjesht kam pritur sepse nuk mund t'i ndalojmë, por mund të bëjmë pak më shumë kujdes për rënjën e flokut. Do të thënë bëjmë vajra, gjëra që të bien pak më pak le të themi, por që nuk shpëtojmë dot pa ju ra flokët. Këtë e mora dhe okay, laj flokët tani 3 herë në javë dhe jam okay, është okay. Është e Moroccan Oil, kam marrë një parfum për flokët, hidratuesin që përdor dhe ato që është për nxehtësi, që vendoset para se t'i pjastrojnë flokët ose t'i thajnë. Dhe mora sajzin e madh sepse më la një përshtypje të mirë, por nuk do thoja wow, por që e mora. Gjithashtu, një budallik që kam marrë, kur bësh mami, bësh budallaqe, sepse do vetëm të blesh gjëra për bebin, pak të nëne kështu, edhe lodra. Tani, para të ditësh ishte një që më tha, po të regon se si bën lodra, so funny, dhe po tale me mua që unë po të regoja se si bën lodra, por që unë jam e mendimit që, se më duhet të hapë, ka marrë këtë lodrën me qëra fjalla, kaktusin, thjesht është më bateri këtu dhe të vendos bateri, flet, nuk e di se qa, thjesht, nuk e di se ku më doli në Instagram o njerës dhe thash hajtë po e marrë, ndoshta kam bler kot, nuk e di. Dhe po thoya që kjo goca më tha, si bëjnë lodrat. Në mendjen time isha, nëse nuk pëlqen se si tregojnë si bëjnë lodrat, pse po më ndjek? Sepse kur bësh mami dhe kur shef një lodër të dikush inspirohesh, ta marr edhe unë për bebin tim, vajzën ose djalin. Si bën kjo lodra që ta kem parasysh, si është tek qysh ta shikoj mirë që dhona ta blej mos ta blej. Një siguron me këtë lodrën, e pash të dikush tash hajt po e blej. Do të thënë, nëse je mami e kupton, nëse si je mami, normal që s'ke si ta kuptosh, por të paktën mos hajde të thuash, po tregon se si bën lodra, sepse po do tregoj se si bën lodra, sepse mamat këtu kanë ndoshta dëshirë ta shikojnë dhe unë jam një mamë, kështu që kjo është pjesë e jetës time dhe do ta tregoj. Shikoni pak, a nuk është kjo blerja më fantastike që kam bërë? Shumë keq që nuk kemi shumë dritë, sepse po bëhet errësirë, por i lutem, shikoni pak të trenqin. Shikoni pak, sa bukur. Unë jam e pa krehur, e pa rregulluar me pijame, por duket kështu. Është një material shumë i mirë, do me thënë rrin super në trup, nuk është se nuk rrin mirë. E kam marrë masën M dhe më rrin shumë bukur. Do bëj kështu me një dorë që ja tregoj. I love it. Shumë keq që s'ka dritë, por që nejse do mundon, nëse është të shtunë total. Dhe kështu duket. Është ngjyrë kafe, errët, si vishnjë errët, nuk di si ta shpjegoj, por që është super i bukur. Dhe kjo ishte blerja ime më e re. Kështu, më thoni nëse ju duket i bukur. Me mungon të garderob një gjë e tillë, se me njëherë mi dukesh e veshur me këtë, dhe në zyrë mund ta kombinoj. Tani, Ohema po bën gjumë, do pres të zgjohet Ohema dhe do merrem me të bëj rutinën e darkës dhe të mbyll gjithashtu edhe punën, edhe të mbledh pak shtëpi. Sa fundava nga Ohema, edhe e mori babi vetë. Ishim qitë para ditën që kemi dalë, ka 2 orë gjysmë, sepse koha është. Edhe morëm kafe, bëm gjyre të parku, pam qenë, zoqt. Fantastik do me thënë koha. Tani dhash për të pirë, e mori Geri, ku shkoj të japë edhe drekën, dhe do e vënë gjumë. E unë, ika, se do të shkoj të bëjt tojtë. Ka shumë koha që si kam bo, që thash okej, t'ile pak të marim pak frym, e themi. Nuk e di nëse do kem kohë edhe të këmbë, se zakonisht merr shumë kohë, sidomos shtunë e diel, shtunë më sa se diel është e mbyllur, ku gjithë shkojnë. Edhe ka shumë njerëz. Edhe unë nuk e kam atë luksin të kem aq shumë kohë si më përpara të bëj gjitha. Kështu të shohim.
Ky është këndi më i mirë që kam shpyt t'ju bëj një haul se çfarë mora. Kam gjithë ditën jashtë, nga ora 12 kam dalë me Ohemën, deri në orën 5. Kur erdha në shtëpi, i thash që ma mori Geri vajzën, i thash për të pirë, po, zemra ime, i thash për të pirë dhe ka në shtëpi, ka hangër drekën, ka fjetë 2 orë e saktë, kështu që unë e kam bërë shoppingun e lirshme. Po, zemra ime, hajde. Ohemën e kemi në background, po na shikon, dhe thash që bëj një haul, sepse Mamidora doli për shopping, kështu që ishte e paprogramuar, shkoja thjesht bëja thojt, shkoni pak thojt. Bëra me këtë ngjyrën cherry, nuk e di se si quhet cherry, diçka e tillë, por që më shkon shumë, edhe forma janë të shkurtër normale, sepse kemi bebe dhe jemi mami, për momentin nuk mendoj t'i bëj gjata, sepse më bezdisin dhe mund t'a vras edhe Ohemën pa dashje, ku e pas të hundën ose syçkat. Mami. Bëjmë një haul. Së pari, që tregoj se çfarë mora, nuk e di, i kam miksu sepse 2 qese kam, por që po fillojmë me këto pantallona, që nuk i provova, i mora tek Zara, janë ngjyrë kaf e errët, i kam marrë masën 38. A do më bien? Kjo është punë tjetër, po shikoni pa. Janë kështu, janë goxha model i gjerë, por më duket se janë me bel të gjatë. Dhe janë kështu super të gjëra nga fundi, sikur më pëlqejnë mua. Unë i mora 38 me shpresën që do shkojmë tek numri 70, se për momentin jemi 81 kg. Por jam më pak, siç e kam thënë, që kur kam filluar shtazzanin, por që trupi s'është i njëjtë. Po, janë ngjyrë kafe, nuk duken asgjë këtu, dhe më vendosa të tregoj se çfarë mora tani ora 7, por që më duhet t'i zbraz dhe t'i vendos gjërat në përmendje se kam ves ku e gjërat kështu që ta ndej. Mora një pal geta, 3 palë janë këtu tek Primarku. Janë mbuluse, janë me vërtet, jo trasha, por që nuk duket, duket pak mish, në fakt, më doja që nuk më dukej. Por nejse se getat janë kur mjaftueshëm, mora këto, tishqirat e vegjël për te kuzhina, më duken interesant, 5 euro, janë 4 copa, pambuk, edhe nëj enë, nëj gjo, kur bëj bukën e mbuloj me këto, pse jo. Dhe mora, gjithashtu mund ta keni parë, këto pijamet të Primarku, dhe mora masën M. Më vjen keq se drita nuk është shumë e mirë. Zakonisht, për gjitha pijamet që kam të Primarku, i kam marrë masa L, dhe prapë më bëjnë, sepse më pëlqen që pijamet janë të lirshme, por s'kishte L, edhe mendova t'i marrë më. Do shta kam bërë gabim, nuk e di, por nëse i kam të ngushta, që nuk më pëlqen t'i kem të ngushta, doja jap motrës dhe mora këtë ngjyrën blu. Keni parasysh pijamet e Primarkut, këtë model kështu unë i adhuroj. Nuk e se janë pak të vogla. Yes, janë 17 euro. Kaq mora te Primarku dhe te Zara, dhe pastaj mora gjitha këto për Ohemën. Këto i mora tek HM-ja. Për Ohemën, mora një palë tuta që janë gri beige, gjithmonë 9 deri në 12 muajsh, mora këtë bluzën, shumë cute, nuk janë bashk komplet, por thash pse jo, mund t'i vesh edhe me njëra tjetrën, plus mund t'i vesh me jeans edhe me gjithçka tjetër. Në fakt thash nuk do bëj blerje për Ohemën, se po ples Black Friday, por çfarë të them? Mora edhe këtë xhupin, 25 euro e ca tek Sena. Më pëlqen shumë Sena naja, ka fillut më pëlqej shumë, sepse ka gjëra shumë cute për beba. E kam bler atë xhupin roz, është shumë i mirë nga HM-ja, por pse jo edhe një tjetër, dhe po mendoj që edhe për Black Friday t'i blej tjera. Është ngjyrë beige, i ka këto, shikoni pak këto detajet e vogla kështu cute, fjongët, me kapuç, është shumë i trashë, ju them drejtën. Më pëlqeu edhe e mora 9 deri në 12 muajsh. Mos më thoni Dora, po bebe s'ka nevojë për kaq shumë xhupa, sepse e kam një vajzë për qef, edhe do t'i blej çka kam qef. Kush është mami më kupton tashta. Por që po. Tek Zara i mora këtë kostumin, që është shumë i bukur sepse mund ta vesh edhe për periudhën e Krishtlindjeve, do të thënë dhjetorit, me tutat edhe me bluzën
Kjo bluzja ishte 10 euro e 95 cent, e pantallonat 12 euro e 95 cent. Kostumi shumë i bukur të Zara. Te Zara, në fakt, te siti ke shumë zgjedhje për bebat, por ku shkon në dyqan, këtu të paktën në 2 Zara që kam qenë, këtu që është një tek shoppingu që kam afër dhe te shoppingu në qendër, nuk është se ka shumë gjëra për pjesën e bebeve po flasa, jo për më të mëdhenj vjeçësi, përse ka. Mora dhe kremi hidratues që ja marr Ohemës, është ky, sepse po mbaronte, dhe larsin tim të fytyrës që e kam. Shëndet mami, që e kam gjithmonë. Kalova tek farmacia. Do të shkoj edhe tek dyqani i skincare korean, që shkoj gjithmonë aty, që e dini tashmë, por që u lodha, më bë boll, kishte shumë njerëz në qendër, oh my god, nuk e di, ato njerëz që kanë qef dalin në qendër, të bëjnë shopping në qendër, unë dalë për i hallit, se për qefit s'kisha dalë, preferoj të bëj shopping online, është ajo ime preferuar. Kështu, unë do ta mbyll këtu këtë videon, sepse duhet t'i rëndis t'i fus këto në përgjëra, t'i ndaj që për duhet t'i live. Nesër me Ohemën do dalim në mëngjes, kemi pash në Instagram që një mami organizonte një ecje 10 kilometra edhe kafe para ecjes me mama. Oh my god! Edhe do shkojmë të shohim se si është, janë vetëm mama që vinë me bebe ose mama shtatzana, që nuk i njoh, dhe mezi për si njoh, sepse unë jam në këtë fazën që duhet njoh njerëz të rinj. Okej, edhe jo mama, goca, por që sidomos mamat me mamat kuptohen shumë mirë. Kështu që jam shumë e lumtur dhe mezi pres njoh mama të reja dhe vendos edhe në Instagram që ndoshta ka edhe njerëz që jetojnë nëna shqiptare që më ndjekin, që jetojnë në Bruxelles dhe mund të vinë dhe takohemi dhe të bëjmë muhabet edhe të ecim edhe të kënaqemi, pse jo. Por kjo është në orën 10 nesër, që i bjetës do dalim nga shtëpia në orën 9. Në atë kohë ma ka gjumin e parë, kështu që do e marrë në kangur, po do marrë dhe karocën edhe të shkojmë se si të shkoj. Kështu.